Një ngjarje rrallë dhe mbreslënse ka ndodhur në brigjet shqiptare pranë Karabrunit. Në këtë video shihet qartë një balen duke notuar në ujërat e kristal të Mezokanalit, një zonë e njohur për bukurinë e saj natyrore. Pranë gatishullit të Karabrunit është shfaqur një balen duke lundruar e qetë në ujërat e detit jon. Pamjet janë kapur nga një helikopter që po fluturonte mbi zonën bregëtare të Vlorës. Ky është një ndër rastet e rralla kur një gjitar detari për masave kaq të mëdha shfaqet kaq pranë brigjeve shqiptare, duke ngjallur interes dhe kuriozitet të pushuesit që ndodheshin në helikopter. Balenat janë vizitor të rrallë në brigjet shqiptare dhe prania e tyre ngjall interes. Pamjet të cilat janë filmuar nga helikopteri tregojnë lëvizjet elegante të balenës në një nga zonat më të paprekura detare të vendit tonë. Shfaqja e balenave në ujërat shqiptare është shumë e rrallë dhe ky moment konsiderohet i jashtëzakonshëm.